Kryetari i Republikës së Maqedonisë Boris Trekoski sot qëndroi për një vizitë pune në qytetin e Kërçovës. Ai në kryetarin e komunës së Kërçovës Vlado Kurunoskin me deputetët e kësaj zone, funksionarët lokal dhe me drejtorët e disë publike të Kërçovës. Me këtë rast, kryetari Trekoski u njoftua për të gjitha problemet me të cilat preokupohen banorët e kësaj ane, si dhe me programin zhvillimor të këtij rajoni për periudhën që vjen. Kryetari Trekoski më pas i vizitoi edhe shoqatat aksionare Kopaçka dhe Tani Caleski dhe në debatin udhëhecit e këtyre shoqatave u bë fjalë për rrjedhat e ekonomizimit, fazën e privatizimit dhe mënyrën e realizimit të investimit të huaj. Nga ky takim u vu në dukje oferta për blerjen e fabrikës Tani Caleski nga një firmë britanike. Kryetari i Republikës së Maqedonisë Boris Trekoski gjatë vizitës së shkurtër në qendrën e mesme shkollore u njoftua me gjendjen e rëndë të procesit edukativo-arsimor në këtë shkollë. Udhëheqësisë së kësaj shkolle, ai i u zotua se brenda javës që vjen, përfaqësuesve të arsimit në Kërçovë do t'u sigurojë një takim me ministrin e arsimit Gale Galev, me që rast do të shqyrtohen mundësitë për zgjerimin e lokaleve mësimore dhe përmirësimin e kushteve tjera të procesit edukativo-arsimor. Gjatë shëtitjes së e qytetit, kryetari Trekoski u takua edhe me qytetarë të rastit, ndërsa në shtëpinë e kulturës në Kërçovë, ai u takua me përfaqësuesit e ndërmarrjeve të falimentuara të Kërçovës. Има стална работа и трябва да се работи. Вие кой месец може да ми кажете? Аз съм от Колия краища. От Кола ли? Не, от Чапа. От Чапата? Да. Не Чапа, Чапа. Чапа, kaj je to? Čapa pomeđu Pičeva i Gospodarsovština, na sama granica. Tu i na granici. To me nekom, dobro, mene da ne Вие? Ние сме колега со... Ја се заедно. Много е тежко, да. Ама и да му барате сега. Да не го правите 4 години. Демане. Ама predsjednik će vidjeti da ti... Много улици има. Da li ćemo išli sam dodavati. Има на теле.
за младите добри идеи. Еве да стигне, кажеш да ти кажа да. Айде, казват, нека няма да биде после моя двайки тук и Господ да благослови и късмет и шарап. Ете като довидуване, значи до глед до ушето да си види. Пак обовезно видуване. Айде, приятно на сите. Vizitën e parë zyrtare në qytetin e Kërçovës, kryetari Trajkovski e kurorëzoi me takimin që e realizoi me përfaqësuesit e mjeteve të informacionit publik, me çrast gazetarët parashtruan edhe shumë pyetje që kishin të bëjnë me aspektet zhvillimore të rajonit të Kërçovës. Kryetari Trajkovski vlerësoi njërin ndër rajonet më të pazhvilluara në Republikë i ka perspektiva e njëri nga projektet që do të mundsoj zhvillim të bujshëm është hapja e korridorit 8 që do të kalojë pikërisht nëpër territorin